Prej 3 ditësh në orare të ndryshme, pika kufitare e kalimit në Kakavi ka qenë e bllokuar për shkak të grevës që po zhvillojnë fermerët grek. Edhe këtë të martë prej orës 16 deri në orën 21 me orën greke, aksi rrugor Kakavi Janin në fshatin Kallpaq do të jetë i bllokuar. Për shkak të protestës, policia kufitare bën me dije se gjatë këtij harku kohor do të lejohet të qarkullojnë vetëm automjete që do të kenë emergjenca shëndetësore. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 5.157 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 3.022 në hyrje dhe 2.115 në dalje, si dhe 1.912 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 1.067 në hyrje dhe 845 në dalje. Ndërsa gjatë këtyre 3 ditëve, duke filluar që prej datës 1 dhjetor deri sot, kanë hyrë e kanë dalë 16.188 shtetas. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e qytetarëve deri në përfundimin e protestës nga fermerët grek.